Përshëndetje të gjithëve. Sot është një ditë e shënuar, për të thënë të drejtën, për Bashkinë e Fierit, sapo prezantuam 4 nënkryetare të rinj. Kemi nisur një proces me kryetarin prej disa muajsh për një riorganizim të mirëfillt të bashkisë. Pikërisht ajo që tham në takimin me punonësit është që pas një pune shumë të mirë që është bërë këtu në Fier, duhet të thënë që Fieri ka ndryshuar katërcipërisht dhe është normale që ti sa më shumë punon, sa më shumë ngre, aq më shumë rritet kërkesa e qytetarëve. Për këtë arsye, duhet një riorganizim i thellë dhe një ndarje e mirë e detyrave, digitalizimi i proceseve të Bashkisë së Fierit dhe mbi të gjitha transparencë për qytetarët, diçka që kërkohet kudo sot në administratën publike dhe lokale. Besoj që me grupin e nënkryetarëve, për Armandon puna do të jetë më e thjeshtë, territoret do të jenë më të mbuluara dhe qytetarët do të jenë më afër administratës lokale. Ky është një proces i cili nis sot dhe për këtë duhet përgjigjet kryetari me planet që ka. Unë di që ka një plan rivlerësim dhe vendosje e meritokracisë në bazat e të gjithë administratës lokale, megjithatë Armando mund të thotë më tepër. Ne sapo kemi miratuar në fakt strukturën e re të bashkisë, duke u bazuar në vendimin e Këshillit Bashkiak, ku përcaktoi numrin e përgjithshëm të punonjësve. Janë krijuar disa drejtori të reja, le të themi, ashtu sikurse është krijuar edhe një ndërmarrje e re, që ka të bëjë kryesisht me administrimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike, si një moment në fakt me ndjeshmëri shumë të madhe tek pjesa e qytetarëve. Nëse deri dje kemi pas një sektor pra ndërmarrjes së gjelbërimit, gjykuam që këtë ta ngrem si një ndërmarrje më vete, e cila padyshim ka nevojë për mirëmbajtje dhe për investime në fakt në varrezat publike, jo vetëm le të themi ato elementare që mund të jenë rrethimi etj, por diçka më shumë. Kështu që mbi bazën e strukturës së re, padyshim që do të respektohen të gjitha normat dhe aktet ligjore në fuqi, në radhë parë duke respektuar statusin e nënpunësit civil dhe ligjin për nënpunësit civil, dhe pjesa tjetër pastaj e organikës dhe strukturës që trajtohet me kodin e punës, sigurisht do i nështrohet rregullave që parashikon kodi i punës. Pra në 2-3 muajt në vijim, le të themi, bashkia do të vazhdojë të jetë në një proces ristrukturimi, plotësimi të organikës, plotësimi të drejtorive, ku do të parashikojmë edhe gjithë kriteret për çdo pozicion pune, për çdo drejtori, sipas funksionalitetit që ato do të kenë. Dhe besoj që me miratimin edhe të buxhetit dhe të paketës fiskale në fund vitit, padyshim do të bëjmë një ristartim, mendoj, të fuqishëm në muajt në vijim për të përballuar me sukses sfidat e reja në fakt që kërkon koha në përgjithësi, qeverisja, por edhe qyteti i Fierit në veçanti, padyshim. Unë e dim shumë mirë që edhe pse kemi bërë shumë punë, prapë gjithmonë me njëri tjetrin themi që kemi akoma shumë për të bërë.